ta zem një rast tjetër, nuk po e marrim si vizë turistike. Dikush ka ardhur me vizë pune në Shtetet e Bashkuara. Dhe jeta është jetë, martohet, kërkon të lind fëmijë në Shtetet e Bashkuara, ka ardhur me vizë pune. Në këtë mes, lindja e fëmijës këtu a hyn në këtë kuadër, apo thjesht me lindjen e fëmijës vazhdon rregullisht sipas procedurave më parshme dhe pastaj prindrit më vonë mund të bëhen shtetas apo jo? Unë nuk besoj që qeveria amerikane ka synimin të hyjë në jetën familjare të qytetarëve të ndryshëm, të cilët janë të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që zhvillojnë jetën e tyre. Pra, nuk kemi një sistem të tillë totalitar ku duhet të kontrollojmë edhe lindjet brenda një familje të tillë, që janë tërësisht normale dhe në zhvillim e qytetarie dhe evolucioni familjar dhe shoqëror pa diskutim. Por unë besoj që qeveria në këtë aspekt nëpërmjet saj parandalimi kërkon që të dekurajoj dhe të parandaloj grupe të cilat praktikisht e përdorin lindjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke mashtruar ligjin, duke mashtruar kërkesat e ligjit, duke mashtruar në marrjen e vizës. Ndërsa njerëzit dhe kategoria e njerëzve që janë të ligjshëm këtu, që punojnë këtu, ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Pra, ata janë të ligjshëm që punojnë dhe jetojnë këtu. Qoftë edhe ata njerëz të cilët janë me viza po themi e dysh, apo me viza student, të cilët normalisht domethënë gjatë jetës së tyre mund ngelen shtatzëna dhe të zhvillojnë jetën e tyre. Pra do thotë ata nuk kanë, pra në momentin që nuk ka një mashtrim, që nuk ka një falsifikim, që nuk ka një shmangje nga qëllimi i ligjit, gjithçka tjetër është krejt normale. I nderuar avokat, tash kemi edhe një grup pyetësh të tjera për një ndryshim të fundit. Administrata amerikane ka ndryshuar procedurat për trajtimin e fëmijëve të pashoqëruar. Cilët janë ndryshimet më të rëndësishme që duhet të dinë emigrantët? Nuk besoj nga Ballkani ka shumë fëmijë të pashoqëruar, po nga vendet e Amerikës Latine që kanë hyrë përmes kufirit. Këto ndryshime janë në proces, në fakt dhe nuk janë të finalizuar, le të themi kështu, por do të ketë kushte më strikte, do të ketë praktika më të shpejta në gjykat për shqyrtimin e çështjeve të tyre, domethënë sponsorët e tyre do të kenë përgjegjësi më të mëdha, qoftë në përfaqësimin e tyre, qoftë në atë që quhet public charge, pra në barrën publike që ata duhet marrin përsipër në garancinë që ato kanë. Pra le të themi ju është dhënë prioritet çështjes së tyre, sepse mund të ketë me qindra mijëra të rinj të cilët janë të pashoqëruar dhe që enden në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa një proces i cili është i shpejtë dhe i drejtë. Pra kjo është edhe synimi i qeverisë në përshpejtimin e kësaj. Ndërkohë që rregulli është në proces dhe do të besoj finalizohet dhe hyjë në fuqi shpejt, me sa di unë, domethënë është në komente për publikun që po flasim, në mos gaboj. Cilat janë të drejtat ligjore që ka një fëmijë që ka ardhur i pashoqëruar gjatë procedurave për emigracion, a ka ai të drejtë për përfaqësim ligjor dhe kush e bën këtë? Po, në rastet kur është në moshën 18 vjeç normalisht, domethënë fëmia mund të ketë kujdestari nga dikush që mund të jetë amerikan apo me green card, dhe që normalisht domethënë gjykata e familjes në vendin ku ndodhet fëmia mund të kërkojë që kujdestari të veprojë në emër dhe për llogari të fëmijës, duke paraqitur të gjitha kërkesat si çdo njeri tjetër, por gjithmonë duke qenë në umbrellën e kujdestarit, pra e thënë ndryshe sponsorit të fëmijës. Duke parë ritmin e ndryshimeve të kohëve të fundit në legjislacion dhe politikat ndaj emigracionit, cilat mendoni do të jenë zhvillimet më të rëndësishme dhe çfarë duhet të kenë parasysh për muajt e ardhshëm ata të cilët përgatisin dokumentet apo emigrantët shqiptarë të cilët kërkojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe të marrin të drejtën e qëndrimit?
Janë besoj tre gjëra kryesore që do të thoja unë. E para, procesi i ngrirjes dhënjes së vizave në konsulatat amerikane në Tiranë, Prishtinë, në Maltëzi apo në Maqedoni. Për shkak të politikës në shqyrtim të bazës publike të 75 vendeve të ndryshme dhe qytetarëve nga kjo. Kjo ka shkaktuar një problem shumë të madh, sepse unë kam disa klientë të cilët praktikisht janë intervistuar nga ambasada, janë aprovuar, por nuk është lëshuar viza për ta. Dhe këtu kemi të bëjmë me bashkëshorte të qytetarëve amerikanë, me fëmijë minorenj të qytetarëve amerikanë. Pra, kemi të bëjmë me dy kategori të cilat janë të afërt, të menjëhershëm, familjar, të drejt për drejt të qytetarëve amerikanë. Pra, në një formë, kjo politike ngrirjes të këtyre aplikimeve ka cënuar të drejtat e qytetarëve amerikanë për të qenë bashkë me familjen e tyre dhe unifikimin e familjes. Atëherë, ky proces ndodhet në gjykatë. Janë dy organizata të cilët e kanë paditur që është në gjykatë. Njëra është në gjykatën e New Yorkut dhe tjetra është në gjykatën e Kalifornisë. Pritet që së shpejti gjykata federale në New York të dalin një konkluzion pasi janë ndërzuar argumentat e të dyja palëve, edhe të qeverisë, edhe të palës paditëse, që përfaqësojnë të prekurit nga kjo ngrirje e politikës së dhënies së vizave, dhe shpresojnë që gjykata e New Yorkut, federale e New Yorkut, e distriktit të dytë, ku dhe unë ushtroj profesionin, të dalin në një vendim përfundimtar në fund të ndoshta të gushtit, në fund të verës që jemi. Por kjo ka një, sepse jam i sigurt që qeveria, apo se cila palë në cilin favor do të vendos gjykata, jam i sigurt që do të apelohet, dhe pastaj çështja do të kalojë në gjykatën e apelit federal. Dhe gjykata e apelit federal zgjat diku midis 3 deri në 6 muaj për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe në qoftë se gjykata apelit do të marrë një vendim, cili do qoftë ai në favor të qeverisë apo në favor të paditësve, atëherë do më thonë ndoshta kjo çështje do të përfundojë në gjykatën supreme, e cila normalisht do më thonë do zgjasë dhe 12 muaj të tjerë. Pra unë e parashikoj këtë që një çështje një betejë gati një vit e gjysmë ligjore, e cila mund të ndodhë deri nga fundi i vitit 2027, ose mund të zgjidhet herët në vitin 2026, në fund të vitit 2026 apo në fund të vitit 2027. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë kemi të bëjmë, në qoftë se qeveria nuk do të vendos të rihap, pra të qëngri procesin, pra të heqi pauzën ndaj procesit, do kemi të bëjmë, do me thënë, me një vit e gjysmë më tepër të këtyre fëmijëve dhe bashkëshortëve të qytetarëve amerikanë të cilët nuk do të mund t'ju bashkohen familjarëve të tyre këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, këshilla ime është, do të thënë, që të përgatiten ndoshta për një kohë më të gjatë, nëse qeveria nuk do të vendos, pasi procesi gjyqësor do të marrë kohën e vet. Unë kam telefonata her pas here nëpërmjet mediave sociale që më bëjnë të njëjtën pyetje kur mendon se do të hiqet pauza dhe ngrirja për dhënien e vizave. Dhe normalisht, do të thonë, kjo është edhe përgjigjja që ju dhash juve tani në rastin konkret. Tjetra që mendoj që do të jetë një problematik është për barrën publike, ose për të gjithë aplikantët, qytetarë shqiptarë amerikanë dhe jo vetëm, të cilët aplikojnë për familjarët e tyre, qoftë këtu për shtatjen e statusit, apo qoftë për procesin konsullor nga Shqipëria apo nga vendet të ndryshme të rajonit, duhet kenë parasysh që kur të aplikojnë, të provojnë të ardhurat të mjaftueshme për të përballuar ardhjen e tyre në Shtetet e Bashkuara për të afërmit të tyre. Nëse ata nuk kanë të ardhura, unë ju sugjeroj që përpara se sa të aplikojnë, ata duhet të gjejnë
sponsor të dy, të cilët janë në kushte të përshtatshme financiar për të mbështetur të afërmit të tyre. Sepse bara publike është edhe një element thelbësor i rishikimit politikave të këtyre vizave dhe ngrirjes së tyre nga qeveria. Dhe e treta, ajo çfarë do thoja është që të gjithë ata të cilët praktikisht kanë viza jo emigruese, viza B2, viza studentore, apo vizat e tjera, duhet të respektojnë me përpikëmëri statusin që ju jep ligji. Sepse në qoftë se ata që vinë me vizë turistike do ta shkelin dhe të punojnë në të zezë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, viza e tyre do të revokohet. Madje mund të marrin dhe gjoba të majme. Ndërkohë që për studentët, pra tani kemi një ndryshim që maksimumi do të jetë nuk ka më atë që quhet duration of status, pra që studentët janë në status të ligjshëm për sa kohë që vazhdojnë studimet, por do të ketë një kufizim që maksimumi i studimeve do të jetë në 4 vjet. Pra që lidhet kryesisht me ciklin e plot, maksimumi me ciklin e plot të studimeve të tyre. Le të themi, le të japim një shembull. Nëse dikush ka ndryshuar status nga statusi i turistit në statusin e studentit dhe studion për gjuhën një vit. Ai nëse më përpara kjo vizë studentore është shtyr deri në 7 vjet, deri në 8 vjet, deri në 9 vjet ka patur raste, tashmë maksimumi i shtyrjes së këtij statusi do të jetë deri në 4 vjet dhe jo më tepër. Mund të jetë edhe 2 vjet, mund të jetë nga natyra e studimeve që mund të jetë, por kryesisht qeveria ka lidhur këtë fakt me ciklin e plot të studimeve. Pra këto janë në thelb ato 3 gjëra të cilët unë do të ju tërhiqja vëmendjen. Ndërsa për azil kërkuesit që janë në proces, unë do t'ju thoja që të jenë proaktiv dhe të kërkojnë nga avokatërit e tyre që të dorëzojnë dokumentat sa më parë që t'jenë mundur nëpërmjet emailit dhe nëpërmjet postës në zyrat ku çështjet e tyre të azilit qëndrojnë, pra të plotësojnë ato dokumenta që kanë lënë mangët ose që kanë menduar se mund t'i dorëzojnë në intervistë, t'i dorëzojnë ato sa më shpejt, pasi me ndryshimet e reja, ndoshta çështja e tyre do t'ju jepet mundësia vetëm që këto dokumenta, nëse nuk i dorëzojnë tani ose nuk i dorëzojnë sa më parë, do t'ju jepet mundësia vetëm t'i dorëzojnë në gjyq, sepse çështja e tyre mund të referohet direkt pa intervistë në gjykatë. Zoti Hasan, ju falenderit si gjithnjë për njohuritë e thella në fushën dhe profesionin tuaj, për faktin që na jepni pikërisht ato këshilla që do edhe komuniteti shqiptar në drejtimet e ndryshme, sepse shteti Amerikan po synon të rregullojë sistemin e emigracionit në mënyrë që të shmang abuzimet që bëhen me këtë sistem, po indirekt kjo prek edhe bashkëdhetarët tanë. Edhe nëse mund të thoja dhe diçka, domethënë u kujtova për diçka që ndoshta është me vlerë për të gjithë ata që kanë aplikime të ndryshme të emigracionit. Pra, ata duhet përgatiten për kohë më të gjatë të shqyrtimit tyre, sepse ka një proces i cili është vettingu më i plot dhe rivettingu ose rishikimi që i thonë rerunning of their fingerprints dhe po gjithashtu po pra qeveria, organet ligjzbatuese po verifikojnë edhe një herë të gjitha dosjet e tyre, qoftë azilit, qoftë green cardës, qoftë aplikimit për shtetësi, nëse ka mangësi apo ka çështje të cilat janë në kundërshtim me ligjin. Prandaj dhe kjo e bën punën e tyre më të vështirë, e bën edhe pritjen e aplikantëve më të gjatë. Prandaj do ju sugjeroja domethënë që në kuadrin e kësaj situate, domethënë të verifikimit më plot të gjithë dosjeve të tyre, të përgatiten për kohra më të gjata të përgjigjeve apo intervistave të tyre. Zoti Hasan, ju faleminderit shumë, po e mbyllim këtu bisedën. Si gjithmonë për televizionin tuaj.
Jemi gjithmonë gatshëm të shërbejmë dhe t'ju ndihmojmë në ndihmën që ju bëni ndaj komunitetit. Gjithashtu dhe ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund bisedës sonë me avokatin e njohur Hasan Metuku, folëm mbi zhvillimet më të fundit në ndryshimet në rregullat dhe legjislacionin amerikan, si në atë të azilit edhe në rregullat të tjera që ndryshojnë dita ditës. Zoti Metuku na paraqiti alternativat dhe mundësitë që kanë të gjithë shtetasit në procese ligjore për problemet e migracionit që të veprojnë në mënyrën sa më të mirë që të realizojnë qëllimin e tyre për të marrë gjendjen të drejtën e qëndrimit edhe më tej edhe të marrjes së qytetarisë amerikane. Këtu po ndalemi dhe do të takohemi në emisionet tjera. Miru takofshi. Faleminderit.